بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ato që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër të dashur, jemi falendërues Allahut fuqiplot që na ka udhëzuar në Islam fillimisht, e pastaj na ka udhëzuar edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe falenderojmë atë që na ka mundsuar me vullnetin e tij që ta ndjekim këtë rrugë madhështore, këtë rrugë të këtij burri të madh, rrugë e cila të çon drejt kënaqësisë Allahut fuqiplot, drejt vendbanimit të mirësive, drejt vendbanimit të përhershëm me begati dhe mirësi, rrugë e cila ndiqet vetëm nga burrat, nga ata të cilët e kanë dëshmuar sakrificën dhe përkushtimin e tyre krashi krijuesit fuqiplot Allahut Azza wa Jall. Prandaj kjo është begati e madhe shumë, pa cilën asnjë begati nuk merr kuptim. Prandaj edhe meriton falënderim të veçantë. Falenderojmë Allahun në vazhdimsi për këtë mirësi, pra për udhëzimin në Islam dhe në Sunet. Dhe pas kësaj vëllezër të dashur, në takimet e kaluara kemi fol për ditët e fundit të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi përmend që në 7 ditët e fundit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kaploi një dhimbje, e kapluan pra dhimbjet e sëmundjes së vdekjes, dhe ato dhimbje ju shtuan sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salam e ftoi Uthmanin radhiyallahu ta'ala anhu, ja përcolli këshillën e tij për faktin se ishte rëndësishme. Dhe pas kësaj pejgamberi alaihi salam 5 ditë para vdekjes, pra në 5 ditët e fundit, ju shtu edhe më shumë dhimbja, ju shtu temperatura, ju shtuan ethet, dhe shpesh i binte të fikt për shkak të mundimeve të mëdha që përjetonte në ato momente. Madje ai sallallahu alaihi wasallam shpesh kërkonte që t'i hidhnin ujë, dhe 5 ditë para vdekjes e pati khutbën e tij të fundit, fjalimin e tij të fundit karshi sahabëve, fjalim pas të cilit më sahabët nuk dëgjuan fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ju tha grave të tij, tha merrni 7 kofa ose 7 enë kacek, të cilët janë të ndërtuar pra prej lëkurës, të mbushur prej disa bunarëve apo burime të ndryshme, pa ja zgjedhur atë vrimën kacekut, merrni dhe qitmini për mi, ndoshta me shpresë që bëhen sebeb që të çlirohen pak dhe të dalë t'ju flas njerëzve. Dhe i morën do të këta kacek, ja solën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e vendosën në një vask të madhe pra prej metali, e cila ishte e Hafsës radhiyallahu ta'ala anha, dhe ja derdhën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë ujë, dhe kjo bëni që pejgamberi alaihi salam të kfillej më shumë dhe të
fitonte pak më shumë fuqi dhe ju tha që mjafton, pra e keni kry punën e juj. U ndje pak më mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe së bashku me Fadl ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili ndihmonte për me hec, doli pejgamberi alaihi salam para sahabëve të tij, e kishte të lidhur kokën me një çallmë të zezë dhe ishte i pështjellur me një çarshaf, pra e kishte qit sipër krahëve të tij, një pelerin, dhe hyri në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hipi në minberin e tij, u ul, dhe kjo ish ulja e fundit e tij sallallahu alaihi wasallam në këtë vend. Pastaj ashtu i ulur pejgamberi alaihi salam filloi t'ju ligjeroj sahabëve, të cilët e dëgjonin me vëmendje, dhe ai e falenderoi Allahun, e madhroi, bani istighfar për banorët ose për shahidët e Uhudit, dhe pastaj vazhdoi dhe i këshilloi sahabët me disa fjalë. Fjalët e para që i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë, pak kush i kuptoi, i kuptuan vetëm ata që kishin, që njihnin realitetin e fesë, e njihnin fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai tha: inna abdan khayyarahu Allahu bayna an yu'tiyahu min zahrati ad-dunya ma sha' wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Ju tha sahabë, tha Allahu azza wa jall një robit të vet ja ka dhënë mundësin me zgjedh a pedon dunjan dhe gjitha të mirat e saj çka doj, apo që të shkoj tek Allahu fuqiplot. Dhe ky rob e zgjodhi shkuarjen tek Allahu fuqiplot. Dhe më të dëgjuar këto fjalë, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu filloi me qa, dhe disa prej sahabëve që se kuptonin mesazhin e këtyre fjalëve e shikonin Ebu Bekrin me çudi dhe thoshin çka puna e këtij plaku që po çan, pse Allahu ja paska dhënë një robit të caktuar mundësin me zgjadh apo don me najt në dunja me të mirat e saj, dhe apo don mu taku me Allahun, dhe ky rob e paska zgjedh Allahun. Çka ka ky plak që po kanë? Thot Ebu Sa'id Khudri radhiyallahu ta'ala anhu: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا. Thot ai rob për cilin po fliste ishte vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa thot Ebu Bekri ishte më i dishmi prej nesh, se kuptoi do thot qëllimin e atyre fjalëve dhe për kanë po bëhej fjalë. Kur e pa në atë gjendje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju drejtu Abu Bekri, tha: ja Aba Bekr, la tabki, mos qajo Abu Bekr, inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bekr, walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadhtu Aba Bekrin khalila. Tha Abu Bekr, mos qaj, sepse njeriu që është tregu më i sinqerti në shoqërimin e tij me mua është, me veten e tij pra dhe me pasurinë e tij është Ebu Bekri, i tha sahabë. Dhe sikur ta kisha pas mundësin me zgjedh dikon khalil, mik të afërt, atëherë do ta kisha zgjedh vet Ebu Bekrin. Walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuhu, mirë po ne e kemi vllazërinë islame dhe dashurinë për islam. Kjo është ajo që në mban, sepse lidhja e Khullës ka përfundu. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bekr. I ka thënë mos e lani asnjë derë në xhami të hapur përveç derës së Ebu Bekrit, sepse atë kohë pra xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë dyrë të vogla. Do thot kush ka qenë afër xhamisë ka qenë kandidat që mira afër me dalë në xhami. Prandaj ka urdhëruar që të mshilen gjitha dyert dhe të lihet vetëm dera e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu për shkak të vlerës së tij. Dhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me porositë e tij në hutben e tij të fundit
dhe tha: "Usikum bil ansar fa innahum kurshi wa aibati wa qad qadaw alladhi alayhim wa baqiya alladhi lahum faqbalu min muhsinihim wa tajawazu an musiihim." Tha, po ju këshilloj që t'i keni parasysh ansarët, pra banorët e Medinës. Tha, sepse ata janë shokët e mi, ose të afërmit e mi, dhe ata janë emaneti im. Andaj, kushdo që merr ndonjë pozit, le t'i ketë parasysh, do thot ansarët. Wa qad qadaw alladhi alayhim, thot ata kanë krye, kanë çunë vend emanetin edhe misionin e tyre. Ata ju kanë mbet vetëm korrja e shpërblimeve të asaj që kanë bë. Edhe kjo është një fjalë lamtumire e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse misioni i ansarëve ka qenë me përkrah pejgamberin e Allahut deri në momentet e fundit, karshi çdo armiku. Dhe tash po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta kanë kryer misionin e tyre. Andaj tha: "Faqbalu min muhsinihim", pranojeni vepërmirët e tyre dhe faleni gabimtarët e tyre. Për faktin se ansarët kishin bën një sakrificë të madhe dhe i kishin ofru islamit një mbështetje të fuqishme. I kishin ofru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një mbështetje të fuqishme. Prandaj edhe tha pejgamberi alaihi salam që t'i keni ansarët parasysh, t'i trajtoni me privilegj, t'i trajtoni me veçanti, sepse kontributi i tyre ka bëu domethënë që ky islam të triumfoj. E në një transmetim tjetër përmendet se u ka thënë: "Ya ayyuhan nas, inna an-nasa yakthuruna wa taqillu al-ansar hatta yakunu kal-milh fi at-ta'am." Ka thënë: "O njerëz, dini se pjesa tjera e njerëzve kanë me ushtu, ndërsa ansarët kanë me vazhdu duke u paku, sa që kanë me med, sikur se që shmbet krypa në ushqim. Faman waliya minkum amran yadurru fihi ahadan aw yanfa'uhu falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz an musiihim." Andaj nëse dikush e merr ndonjë përgjegjësi të udhëheqjes me të cilën mundet me ju bë dëm njerëzve ose me ju bë dobi, le t'i ketë parasysh ansarët, le t'ua pranoj ose le t'a pranoj bamirësin e tyre dhe le t'ja tejkaloj gabimin atyre që gabojnë nga radhat e tyre. E pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që i tha të fjalë drejtuar Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, me cilën e vendosi në pah dhe në shesh vlerën dhe privilegjin e vetë Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, dhe faktin se Abu Bekri ish shoqëruesi më besnik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që e përmendi edhe vlerën e ansarëve radhiyallahu ta'ala anhum, pastaj filloi me folë edhe për Usame ibn Zeidin, i cili e kemi përmend që vetë se ish nis si komandant në një ushtri që e kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ju tha sahabëve: "In tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi min qablihi." Tha, nëse ju e kritikoni udhëheqësinë e tij, atëherë e keni kritiku udhëheqësinë e babait të tij më herët. "Waymullahi in kana li khaliqatan lil imara." Tha, pasha Allahun, ai është shumë meritor për udhëheqësi. "Wa in kana lamin ahabbi an-nasi ilayya wa inna hadha lamin ahabbi an-nasi ilayya ba'dahu." Thot, vërtet babai i tij ka qenë ndër njerëzit më të dashur për mua, edhe ky tha pas ti është ndër njerëzit më të dashur për mua. Dhe këto fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve që ta kenë parasysh misionin e Usame ibn Zeidit radhiyallahu ta'ala anhu, të birit të Zeid ibn Harithas, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, që ky mision ka rëndësi.
dhe mos ta nënvlerësojnë se Usamja është i ri në moshë. Prandaj edhe i tha këtë fjalë në momentet e tij të fundit, pra nuk kishte edhe 5 ditë që do të ndahen nga jeta, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha këtë fjalë për me u bë qartë pozitën e Usame ibn Zeidit. Pastaj në ditën e nesërme, në ditën e ente, 4 ditë para vdekjes së tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kish gajle ummetin e tij, i kish gajle sahabët e tij në vazhdimsi. Prej ditës kur është bë pejgamber, e ka kuptuar misionin dhe përgjegjësinë që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall, që gjithë ata njerëz të gjallë edhe të tjerët që do të vinë pas tyre janë përgjegjësi e tij. Prandaj edhe në momentet e fundit, pra 4 ditë para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deshte me alën ummetit të tij një shkresë. Me alën ummetit një shkresë që ata ta kenë parasysh dhe të qartë rrugën. Dhe ju tha atyre që i kish afër, tha: "Ituni bi kitab, aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dahu." Ta sillmani një letër që ta shkruaj një shkresë, t'ua lë juve një shkresë që pas së cilës nuk keni me deviju. Dhe kur i tha këtë fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish në gjendjen e tij që ish. Herë do thotë i binti të fikët dhe vuante nga sëmundja dhe dhimbjet e forta, dhe në dhomën e tij ishin disa burra të tjerë, në mesin e tyre Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ju tha të tjerëve, tha: "Inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad ghalaba alayhi al-waja' wa 'indakum al-Qur'anu hasbuna kitabullah." Tha të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam e kanë kap dhimbët, ndërsa ne e kemi librin e Allahut dhe na mjafton libri i Allahut. Pra Omeri radhiyallahu ta'ala anhu i tha këtë fjalë që mos ta mundojmë të dërguarin e Allahut, se ato më peshihni çfarë dhimbë të kanë kap. Andaj mos ta mundojmë të dërguarin e Allahut, ne e kena librin e Allahut dhe na mjafton libri i Allahut. Nuk ish kjo ndonjë kundërshtim i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Mirëpo të tjerët që ishin në dhëm e thanë të kundërtën. Thanë: "Merrni një copë letër e bjerni pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ua shkruan një shkresë pas së cilës s'keni me deviju." E disa tjerë përkrahën mendimin e Omerit, pra nuk ishi Omeri i vetmi me këtë qëndrim. Dhe anisën më ushtyn me zveti, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa një gjendje të tillë, ju tha të gjithëve, tha: "Qumu anni, çunu largonu prej meje. La yanbaghi indi at-tanazu'." Tha nuk ban me bë përçarje dhe polemika dhe debate kërshi në pranin time. Prandaj edhe i dëboj domethënë që të largohen prej aty. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu: "Inna ar-raziyata kull ar-raziyah ma hala bayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa bayna an yaktuba lahum dhalika al-kitab min ikhtilafihim wa laghatihim." Tha çfar musibeti dhe fatkeqësie e rand ish kjo, çfar musibeti dhe fatkeqësie e rand ish ky ikhtilaf, kjo përçarje, kjo polemik që u bë në para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila u bë sebeb që pejgamberi alaihi salam mos më na shkruajt një shkresë pas së cilës nuk do të devijonim. Dhe kjo na bën të qartë, do thotë, realitetin e polemikave, realitetin e mos pajtimeve në mes njerëzve,
kur vjen teksti i Kur'anit, kur vjen teksti i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimanit i mbetet vetëm që t'i nënshtrohet atij teksti. Nuk ka nevojë që të flitet ose të refuzohet ose të sillet ndonjë mendim, sepse kjo pastaj sjell humbje dhe devijim. Dhe pasi që erdhi puna qysh erdhi me gjithë ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atyre që ishin të pranishëm atë ditë, u dha një porosi, pra i porositi me 3 gjana. E para ish ikhrajul mushrikine min jaziratil arab, u dha këtë porosi që t'i dëbojnë mushrikin, t'i dëbojnë idhujtarët nga siudhesa arabe, që siudhesa arabe mos të ketë në të mbetje të mushrikve, të idhujtarëve. Dhe këshilla e dytë ish ijazatul wafdi bi nahwi ma kana yujizuhum sallallahu alaihi wasallam, që khalifët pas tij dhe udhëheqësit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta vazhdojnë traditën e tij me shpërblimin e delegatëve që i vinë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kemi përmendur të raste kur mbretërit e ndryshëm, perandorët e ndryshëm i çonin delegat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salam e ka pas traditë që këta delegat t'i shpërblej me diçka. Dhe i porositi që ta vazhdojnë këtë traditë. Edhe pse është një gjë e imt, ndoshta një gjë e vogël, mirë po është sunneti i tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe këshillën e tretë, thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thotë unë harrova, nuk më kujtohet cila ish këshilla e tretë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po dietarët janë mundu me gjetë se cila ka qenë e treta këshillë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë ditë. Dhe në bazë të transmetimeve i kanë sjell disa gjëra të mundshme, dhe kanë thënë që këshilla e tretë ka qenë porosia për kapjen për Kur'ani, për shkak se hadithi e Abu Musa al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Akhiru ma ahida ilejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qal", thot gjaja e fundit, këshilla e fundit që na pa dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë: "Aleikum bil kitab, aleikum bi kitabillahi, wa satarji'una ila qaumin yuhibbuna al-hadith anni, faman hafidha shay'an falyuhaddith bihi." Tha po ju porosis që të kapani për Kur'ani, ju porosis që të kapani për librin e Allahut, dhe kam ju ardhur dita kur keni me i taku disa njerëz të cilët e duan shumë hadithin tim, i duan shumë transmetimet që vinë prej meje, andaj kushdo që ka mësuar ndonjë hadith prej fjalëve të mia, le t'ua tregoj atënve, le t'ua transmetoj atënve. Wa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Dhe ai që thot diçka, ai që thot ndonjë fjalë që unë se kam thënë, le të përgatitet për ulsen e tij në zjarr. Le të përgatitet për ulsen e tij në zjarr. Pra kjo fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo porosi e tij sillet rreth librit të Allahut dhe sunetit të tij, sikurse që e gjejmë në vende të shumta. Pra kaponi për librin e Allahut dhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ju tha, kanë ardhur një popull, kanë ardhur njerëz, keni mu taku me do njerëz që kanë mu përmallu dhe kanë me pas dëshirë shumë që me dëgju hadithe e fjalë të mia. Andaj kushdo që ka dëgju një fjalë, le t'ua përcjell atënve. Mirë po keni kujdes që të mos thoni ndonjë gjë që unë se kam thënë, sepse përfundimi i personit të tillë është zjarri i xhehenamit. Keni kujdes
të mos thoni ndonjë gjë që unë se kam thënë. Edhe ky hadith na bën qartë rrugën dhe vendin dhe pozitën e atyre të cilët shpikin gjana të reja në fenë e Allahut Azza wa Jall, gjana që si ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Disa thonë pra kjo ish këshilla e tretë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E disa tjerë thonë se këshilla e tretë ish porosia që u dha atyre sahabeve në të rrethin e ngushtë që të përgatitin mirë ushtrinë e Usamës radhiyallahu ta'ala anhu, i cili domethënë vetë se ish nis. Dhe këtë nxjerrin nga transmetimi i do thot i ngjarjes që rrëfehet kur mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu don me nis ushtrinë e Usamës dhe njerëzit fillojnë me qitë në pikpyetje veprimin e Ebu Bekrit. Dhe Ebu Bekri u akthen thot inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ahida bidhalika inda mautihi. Thot aspedini që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë na kalon porosi para vdekjes së tij. Dhe disa thonë që kjo ka qenë ajo këshilla e tretë. Disa tjerë përmendin që këshilla e tretë ka qenë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të mos mirret varri i tij si put, si vend adhurimi. Për këtë do të flasim pas pak çastesh. Dhe disa tjerë kanë thënë që porosia e tretë kish lidhje me namazin. Dhe thot Enes, pra duke u mbështetur në hadithin e Enesit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë se fjalët e fundit që na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë as-salata wa ma malakat aymanukum. Kini pra kushtoni kujdes namazit dhe atyre që Allahu Azza wa Jalla u ka dhënë në përgjegjësi. Kushtoni kujdes namazit dhe atyre që Allahu u ka lënë në përgjegjësi. Pra përmendëm që disa kanë thënë se porosia e tretë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë rreth ndalesës që mos të shndrohet varri i tij në vend adhurimi. Dhe ky hadith transmetohet pra se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë momentet e fundit, po tash ka qenë mesin e këtyre tri këshillave, apo ka thënë pastaj nuk është transmetimi domethënë i qartë. Mirë po, ajo që është e sigurt që transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato ditë i ka porosit umetin e tij dhe ka thënë, fillimisht ka bë dua, pastaj edhe i ka porosit, ka thënë Allahumma la taj'al qabri wathanan. La'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ka thënë, o Allah, mos e bën varrin tim put. Mos e bën varrin tim idhull, i cili adhurohet. Dhe ka thënë, Allahu i mallkoft, apo Allahu i ka mallkuar ata të cilët i shndrojnë varret e pejgamberëve të tyre në xhami. I shndrojnë në vend të faljes, në vendet të faljes e namazit pra. Dhe kjo porosi duhet që të mirët parasysh fuqishëm nga i gjithë umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që varri i tij të mos shndrohet në vend adhurimi. E nëse varri i tij nuk bën të shndrohet në vend adhurimi, atëherë varret e dikujt tjetër përveç tij është edhe më e ndaluar që të shndrohen në vend adhurimi. Dhe këtë hadith pra, këtë porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë shkel një grup i devijuar, të cilët vendet ose varret e hoxhallarëve të tënve, varret e njerëzve të mirë i kanë shndruar në vend adhurimi, sigurisht që bëjnë sufit, që marrojnë teçe të ndryshme, marrojnë do thot varre të cilat i ngritin dhe aty pastaj
i vendosin, do thotë ndërtojnë ndonjë xhami brenda atij varrit dhe bëjnë tavaf për rreth varrit, luten tek varri i tillë, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë dua ka bë. Që mos e la o Zot varrin tim të shndrohet në vend adhurimi. Dhe thot Aisha radiallahu ta'ala anha thot: "Laula dhalika la abrazu qabrahu ghayra annahu khashya an yuttakhadha masjida." Thot mos të kishen kjo porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta kishin lënë varrin e pejgamberit alaihi salam të shpluar. Jo më pa trupi i tij, po varrin e tij do ta kishin lënë të shpluar. Mirë po, nga frika që mos të shndrohet varri i tij në vend adhurimi, atëherë kanë ndërmarrë disa hapa, do të thënë khalifet dhe kujdestarët e dy xhamive, i kanë marrë disa hapa që mos me i leju njerëzit me shndru varrin e tij në vend adhurimi. Dhe prej sebeve që i kanë marrë është se muret e shtëpisë së Aishës radiallahu ta'ala anha, pastaj i kanë bërë në formë trekançi. Në formë trekançi. Se kur zgjanu xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka mbet shtëpia e Aishës e rrethuar nga xhamia. Dhe nga frika që mos me shku njerëzit para shtëpisë së Aishës, edhe me pas murin e shtëpisë Aishës përpara, edhe aty me fal namazë kështu me radhë, e kanë bë shtëpinë e Aishës në formë trekëndshi. Murin e saj në formë trekëndshi, që mos bira kërkunat që më fal drejt karshi shtëpisë saj. Ama kushdo që faret në atë pjesë, muri i bën në këtë formë. Që i bën se wahek, do më thënë atë farë, nëse ka dikush synim ose qëllim që me ju fal varrit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, muri në këtë formë wahek synimin e tënve. Dhe tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Tha Allahu i mallkoft jehudët dhe të krishterët, të cilët varret e pejgamberëve të tyre i shndruan në mesgjide, në xhamia, në faltore. Dhe ky veprim, kushdo që e bën këtë veprim, atëherë i ka përngjasu këtyre dy grupeve, jehudëve dhe të krishterëve. Ndërsa në islamin ton të pastër nuk lejohet që varri i dikujt të bëhet put. E kjo mundet me u shndru në dy mënyra. Ose duke adhuru varrin e tillë, ose duke llogarit që me qenë afër varrit pranohet duaja më shumë, ose duke llogarit që ato muret e varrit kanë bereqet edhe mu fshi për to e sane e fitosh bereqetin, ose duke llogarit që me bon njeriu si formë mriti, që one shkoj një herë në vit pa tjetër me vizitu varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo pastaj shndrohet në rit fetar dhe është e gabuar. Gjitha këto forma përfshihen në këtë përkufizim. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë këtyre ditëve i ka kushtuar rëndësi shumë që me dal me fal namazin me xhamat në xhamin e tij, për shkak se xhamia ka qenë në gjithë me shtëpinë e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të deri në fund, në ditët e fundit, në vazhdimsi ka nejt gati namazit me xhamat. Mirë po, kur erdhen këto 4-5 ditë të fundit, kur ju shtu sëmundja shumë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mujke me dalë në xhami, dhe kështu që këshilloi që me u pri njerëzve dikush në namaz.
Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أصلى الناس. Thot në ditët e fundit, 4 ditët e fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju rëndu shëndeti shumë dhe në vazhdimsi pyeste, ajo në fal njerëzit, kur ish koha namazit, ajo në fal njerëzit. E i thëshëm, jo ja Rasulullah, hum janë të dhërunek, janë të prit ty o i dërguari Allahut. Dhe ju thoshte, da'u li ma'an fil mikhdab, silmani do ujë në kofe, që me marrë abdes. Thët, ja sollëm ujin, pejgamberi s.a.s. Mori abdes, do më thënë u pastru, dhe kur bani mu qu, i ratifikt. Pas sa qasteve, jerdhve dhia dhe pytja njët, a jo në fal njerëzit? Tham, jo ja Rasulallah, janë të prit ty. Bjerë mani ujin. Dhe ja sillim ujin, pejgamberi s.a.s. u pastru, dhe u bani mu qu për me dalë në xhami, mirë për thot, sërish i ratifiket. Apet, kër u këfil, tha, jo në fal njerëzit. I tham, jo ja Rasulallah, janë të prit ty. Tha, berë mani ujin. Edhe prapë thot, u pastru, do thot, mori abdes, dhe deshti më qu, apet i ratifiket. Do më thënë 3 herë ju përsërit. Dhe në herën e 4, kur u këfil, ju tha, a jërë fal njerëzit? I tham, jo, ja Rasulallah, janë të prit ty, dhe njerëzit do në gjatë gjithë kësaj kohë, ishin duke e prit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për namaz të jacis. Atëre, e qoj dikon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thirë Ebu Bekrin, radiallahu ta'ala anhu. Realisht, mi thonë Ebu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu, që me ja fal njerëzve namazin. Dhe i thonë Ebu Bekrit, inna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an tusalliya bin nas. Po të thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja fal njerëzve namazin. Edhe Abu Bekri e dim do më thënë që ka qenë njeri i butë shumë, dhe sidomos në pozitën e tillë që ky me dal imam pa qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty, duke ditë gjendjen e shëndetësore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, ja Umar, salli bin nas. U mënu me hek përgjithësinë. I tha, Omer, falja u ti namazin njerëzve. Ama, Omeri u tërhoq, tha, ente e haqqu bidhalik, tha, ti e aj që meriton mas shumë ti këtë punë. Kush dërë me dalë para Abu Bekrit, radiallahu ta'ala anhu, me udheq njerëzit në namaz, sidomos, kërshi porosi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thuni Abu Bekrit më fal. Dhe kështu në këtë ditët e fundit ish Abu Bekri që zëvendësonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në namaz dhe u falte njerëzve namazin, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish në shtëpinë e tij. E në një transmetim tjetër përmendet që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot në ditët e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ish në shtëpinë e Aishës dhe i tha dikujt, tha, ud'u li Alijen, tha, thirmani Aliun. Aisha i tha, mos po don më ta thirrë Abu Bekrin. Tha, po thirrni Abu Bekrin. Hafsa i tha, mos po don më ta thirrë Omerin. Tha, po thirrni edhe Omerin. Ummul Fadli i tha, ta thirrëm edhe Abbasin, axhën e vet. Tha, po thirrni edhe ata. Dhe kur afruan të gjithë erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi alaihi salam i tha, li yusalli bin nas Abu Bekr. Tha, le të fal namazin njerëzve Abu Bekri. Domethënë ishin prezent Aliu radiallahu ta'ala anhu, Omeri, Abbasi dhe vetë Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu me gjma'in, gjithë ta ishin prezent. Dhe karshitënve, do të këta ishin më të privilegjuarit nga sahabët. Aliu, Dhandri edhe djali Axhës. Abbasi vetë Axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri dihet afërsia e tij dhe Abu Bekri. E këtyre të gjithëve
ja u la porosin që Ebu Bekri le t'ja fal namazin njerëzve. Pastaj, dhe thot, para ka shit gjithë këtënve transmetime, ka shit gjithë këtënve porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditët e fundit, sërish dalin të poshtrit dhe të devijuarit, shiat, rafidit, Allahu i malkoft, të cilët e mohojnë khilafetin e Abu Bekrit, e mohojnë khilafetin e Omerit, i shajnë dhe i quajnë me fjalë të poshtëra të ulta dhe thënë që khilafetin është desht me marë Aliju radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë po, këtë e thot vetëm dikush që ose nuk e njeh sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose e njeh por qëllimisht dën me refuzu për me bë përçarje në umet, me përqa këtë umet në grupe. Ndërsa realiteti është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka insistu shumë ato ditë që Abu Bekri me zëvendësu. E nëse dikush e zëvendëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz dhe ju udhëheq njerëzit në namazin e tyre, i cili është i lidhur ngushtë për ahiretin, për botën tjetër, atëre çka për punë të tjera. Sikurse që e kanë përmend pastaj sahabët, ne ja kemi besu Ebu Bekrit namazin ton, e s'pe ja besojmë punë tjera të dunjas, e namazi është shtylla kryesore e këtij dini, dhe shtylla kryesore e ahiretit. Pra, gjitha këto u bën argument që Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu ish pasardhësi legjitim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe transmetohet një ngjarje atë natë pra kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porositi që me dalë Abu Bekri imam, Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon, thot, atë natë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha, thuni Abu Bekrit, muru Ebu Bekrin falyusalli bin nas. Thuni Abu Bekrit le t'u fal njerëzve namazin. Dhe thotune ju afrosha i thesha ja Rasulullah, inna Ebu Bekrin rajulun raqiq. O i dërguari i Allahut, Ebu Bekri është njeri but shumë. Idha qara al-Qur'an la yamliku dam'ahu, falau amarta ghayra Abi Bekr. Kur e lexon Kur'anin Ebu Bekri, s'munët me i majt lotët. Sidomos me dal imam në ditët kur pejgamberi s'munët me dal. Insiston Aisha radhiyallahu ta'ala anha disa herë. Derisa në fund i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha muru Ebu Bekrin li yusalli bin nas fa inna kunna sawahibu Yusuf. Sa Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur ka pa që vetë spjes fjala tani ka thënë Hafsës, ka thënë thuj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ç'është. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "O thuni Abu Bekrit le ta fal namazin." Se ju më keni bërë sikur ato gratë në historinë në ngjarjen e Jusufit alayhi salam. Pse i ka përngjasu me gratë në ngjarjen e Jusufit? Për faktin se qëllimi Aishës ka qenë diku tjetër. Sikurse që ka qenë qëllimi Zulejkhas atë ditë kur i ka thirrë ato shoqet e veta me prezantu në najen e saj dhe ju ka pru fruta, me qërua, kështu më radh, pastaj i ka thirrë Jusufin, qëllimi i saj nuk ka qenë me nderu këto. Po qëllimi ka qenë që me ja pru punën këtënve, me pa bukurinë e Jusufit alayhi salam dhe pastaj ato me kuptu që s'pas ka faj Zulejkhaja. Se deri atë ditë e kanë qërtuar, kanë kritikuar, kanë folë çmos për ta, qysh Zulejkhaja me rënë dashuri me shërptorin e vet. Tën kjo gruaja e ministrit qysh. Ai ka desh me u bë qartë. Që ky është ai për cilin ju po më kritikoni. Ama i ka thirrë me tjetër qëllim, gjëja se po du më ju nderu. Edhe këtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha qëllimin e ka pas diku tjetër, pse i ka thënë kështu. Pse? Kush nuk ka qef që baba i vet të privilegjohet të nderohet.
me u dal imam muslimanve në ditët e fundit të jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ama Aisha ka pas galën diku tjetër. Edhe vetë Aisha tregon në një transmetim, pastaj thot: "Wallahi ma bi illa karahiyetu an yatasha'ama an-nas bi awwal man yaqumu fi maqami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Thot pasha Allahun, vetmja frikë ka qenë se s'kom dash që njerëzit të irritohen me personin e parë që ka me dalë në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jënë mësu njerëzit dej sot, pejgamberi alayhis salam i udhëheq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja fal namazin, me një zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çdo namaz, më u fal mas ti. Atash po qohet po del dikush aty. Edhe u tut Aisha që njerëzit kanë me urrejt atë person, kanë mu irritu pe ati personit, kush jetim mu fal në vendin ku u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak të kësaj frike, Aisha ka përdor pastaj çet taktiki, ka thënë ja Resulullah, ka thënë Abu Bekri është i but, kur del namaz ashtu, nisë sos kanë. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një mision. Edhe këshilla e tij, porosia e tij ka qenë me urtësi dhe me arrit një qëllim të lartë, që me caktu nëpërmjet veprimeve të tij, me caktu se kush ka me qenë khalifja pas tij. Edhe pastaj sahabëve pra ju kam rri ky mesazh. Dhe bash çdo momente i kanë përdorur pastaj argument për zgjedhjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu khalife. Tri ditët e fundit, 3 ditë para dekës, tash në ditën e radhës, 3 ditë para dekës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sërish i porosit sahabët e tij me një këshill. Dhe ato ditë sahabët kanë pas në i gale tjetër, po gjithë kanë qenë të tubuar afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë nejt afër ti, kanë nejt afër xhamis. Gjithë kanë qenë në gale se çka do të ndodh me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi alaihi salam i ka shfrytzuar këto momente, i ka këshillu. Thot Xhabiri radhiyallahu ta'ala anhu, thot 3 ditë para vdekjes e patani pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke na këshillu: la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jall. Ja u ka dhënë një këshill qysh me ndreq raportin me Allahun fuqiplot, qysh me ndreq raportin më të rëndësishëm në dunja. Për robin që kjo është i vetmi raport që duhet me kushtu rëndësi, raporti me Allahun azza wa jall. Robi do të me pas gjithmonë që të gajle. Qëfar pozite komun para Allahut fuqiplot? A thu val, a është Allahu i kënaqur me mu? A thu val, mos ndoshta e kom zemru Allahun fuqiplot? A jom të bo mjaftueshëm prej punëve? A jom të bo mjaftueshëm prej sabrit dhe ibadetit dhe nënshtrimit dhe qëndrueshmërisë që me kënaq Allahun fuqiplot? Kjo do të me qenë galja besimtarit. Nuk ka nevojë besimtari me pas gale, apo hidhrohet filani, apo hidhrohet fisteki, am kapi filan smuja, apo më dhem barku, apo më dhem koka, a më shkoj kama, më shkoj dora. Jo, e vetmja gale do të me qenë: a është Allahu i kënaqur këto momente me mu? A është i kënaqur Allahu fuqiplot? Se edhe me qenë në gjendjen më të mirë shëndetësore, nuk ta vlen nëse Allahu është i zemruar. Edhe me qenë në gjendjen më të mirë sociale, kret njerëzit dojnë, kret do më thënë lavdrojnë, kret të arrehin shpinën, nëse Allahu nuk do, ajo s'ka dobi kërgjo. Edhe me qenë në gjendjen më të mirë financiare, milionat mi pas në përdur, kerret më të mira, shtëpiat më të mira, pozitë në shoqëri, ajo s'dvyn nëse Allahu është i hidhur me ty.
Prandaj i ka këshillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fund jetës tij, ka thënë mos t'i vi asnjënit vdekja vetëse ai ka mendim të mirë për Allahun azza wa jall. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Mos të vdes dikush vetëse me mendim të mirë për Allahun azza wa jall. E kjo është një gjendje madhështore e robit, me pas mendim të mirë për Allahun fuqiplot. Edhe kur e themi këtë, teorikisht është e lehtë me arrit. Teorikisht. Po, a ki çfarë mendimi ki për Allahun? Po çuçi besimtari do të pas mendim të mirë për Allahun. Edhe unë kam mendim të mirë për Allahun. Këto çdo kush ta thot. Ama realiteti është realiteti i punëve edhe veprave. Nuk është realiteti i fjalëve që i thu. Ti thuj të ditën jam mjek përderisa me shati e mih bashkën tënde dhe kur s'ki vesh mantil të mjekut. Të ditën thuj jam mjek. Edhe të ditën thuj une kam mendim të mirë për Allahun, përderisa një sprove vogël që të vjen ty të kap stresi e të kap depresioni. Atë s'ki ti mendim të mirë për Allahun. Apo mendon që ajo sprove që të ka ardhë pa lejen e Allahut, ajo sprova erdh i te kalojti, do më thënë lauhi mahfudhin, e te kalojti fjalën e Allahut, edhe erdhi në përdo rrugë legjitime që Allahu si ka kriju, edhe erdhi te këtia. Jo. Ato Allahu e din mirë. Ato Allahu madje vete ka caktu, vete ka kriju atë sprovë për ty, edhe të kam rritu. E mendimi i mirë do thot atëherë kur ti kënaqesh, je i kënaqur me Allahun, edhe pse të vjen ai sprovë, edhe pse të kap ajo gjendje. Prapë ti thu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qadarullahi ma sha'a fa'al. Allahu që ka bo kader, na jemi të kënaqur, ai bën kader çka të dojë. Na nuk revoltohemi. Karshi Allahu të fuqiplot. Dhe duhet me ditë që çdo sen që na vjen, ajo është për të mirën tonë, nëse ne arrim me sabër, edhe jemi falendërues, ajo është për të mirën tonë. E që kjo është ihsanu dhanni billah, me pas mendim të mirë për Allahun, e jo thjesht fjalë, ndërsa veprat pastaj kërkohiq. Ditën e nesërme, 2 ditë para vdekjes, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ni pak më mirë, pak më lehtë. Dhe kërkoj për dikuj që me ndihmu me dalë në xhami. Kjo kallëzon domethënë rëndësinë e xhamatit, rëndësinë e namazit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhimbë të mëdha, pak, një moment u ni pak më mirë, me njëherë i tha, hajde, nimonëm dikush dal namaz. Nëse që kjo nuk kallëzon për rëndësinë e namazit, çka tjetër? Nuk tha, hajde ndihmonëm, të shkoj diku pak në shetit dal në natyrë. As nuk i tha, hajde ndihmonëm, t'i ha do ushqime të mira, do... Jo. Shkun Abasi radiallahu ta'ala anhu, edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu, e kapën për krah pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kam t'i shkonin zhag, dhe doli prej shtëpisë së tij, prej shtëpisë së Aishës, dhe drejt për drejt ka qenë si ke dalë prej shtëpisë së Aishës, u kon xhamia. Dhe sahabët veç ishin të renditur në namaz. Veç kish fillu namazi. Dhe aty ish Ebu Bekri, duke ju dheq, ish namazi drekës. Dhe e afrun pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të vendi i ti i për gjithmonë ku ka falë namazin. Ku e mësu sahabët me pa aty pejgamberin e Allahut. E afrun, do më thënë Abbas dhe Aliu, dhe kër e vrejti Ebu Bekri, duke u falë, kër e vrejti, deshti mu largu.
me hecë mrapa, me alshu venin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Amo pejgamberi alaihi salam ja bori me dorë që rria ty ku je. Dhe e ofrun e ulën pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në të majtën e Abu Bekrit ullur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falte namazin ullur, Abu Bekrin në kam, që shfale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Abu Bekri vazhdonte. E njerëzit faleshin me namazin e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Do thot vazhdoi me qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imami i njerëzve. Prandaj edhe vendosin të majtën e Abu Bekrit. Sepse kur dikush rënditet mbrapa imamit, është sunet të ulet në të djathën e imamit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosin në të majtën e Abu Bekrit, që aludon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi me qenë imam, e Abu Bekri fali me namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo para tij. Çish vepronte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vepronte pastaj Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e njerëzit faleshin me namazin e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe ish kjo dita e diell, ditë e diell. Do thot një ditë para vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur më veç është kjo namazi ka qenë 2 ditë para të shtunën, ditën e diell ju shtun dhimbjet edhe më shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dëgjoj për këtë lajm Usama ibn Zeidi, i cili i shnal në Gjorf, në lagjën, në krahinën Gjorf. Dhe kur ju shkoj lajmi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dobësua dhe më shumë, ushtrin komplet e kaploi, domethënë një pikëllim i rënd. Sahabët u mërzitën shumë. Dhe Usama radhiyallahu ta'ala anhu nuk mujti me qëndru. Dhe u nis drejt Medinës për me shku me pasit çka ka gjendje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se na dim që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dashur Usamën shumë. Usama ibn Zeidin, ashtu njëjtë edhe Usama ka dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur vjen në shtëpinë e tij e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjendje të rëndë, i kishrat të fikët, dhe ulet Usami radhiyallahu ta'ala anhu, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rrin të heshtur. Nuk mujke me fol asnjë fjalë. Thot, veç e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ngrit dur të lartë, edhe pastaj të bë me dorë ka Usami. Atëherë thot, fa'araftu annahu yad'u li. Dhe që atëherë kuptova se koka të bo dua për mu. Të bo pa dur të lartë, edhe me dorë ka Usamja radhiyallahu ta'ala anhu. Thot Usamja e kuptova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po mundet me fol, po të paktën në çat gjendje po bën dua për mu. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, në ditën e parafundit pra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në atë gjendje, më tha, ja Aisha, ma fa'alet idh-dhahab. O ja Aisha, ku është ai far ari që e kena pas? E thot, ja solla diku 5, 6, 7, sa më thënë grushta ose dirhem ose dinar që ka pas, ja solla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i mor pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dorë, edhe i sillke herë këtë dorë, herë në dorë. E thëjke, ma dhannu Muhammedin billahi azza wa jall, law laqiyahu wa hadhihi indahu anfiqiha. Tha, çfarë mendimi pas ka Muhamedi për Zotin e tij, për Allahun azza wa jall, sikur të takonte Allahun, ty pas këta dirhem, ty pas këta dinar, do në shtëpinë e vet.
Merri Aisha, jepi, shpenzoi në rrugt të Allahut Azza wa Jall. Do thot, kjo ishte një ditë para vdekjes. Kaq nuk ka pas më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetë Aisha radiallahu ta'ala anha thot, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran, wala dirhaman, wala shatan, wala ba'iran, wala awsa bi shay. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka lënë trashëgimi kur gjë. As dinar, as dirham, as një dele, as deve s'ka pas, as nuk ka lënë diçka, do me thënë, që të po e lë vasjet për dikon. Hiq. Që atë 7-8 dinari ka pas në fund, që ato ja ka lyp Aishës radiallahu ta'ala anha, e ka thënë, qysh ka me dalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para Zotit vetë, ty pas këto në shtëpinë e tij. Ipjo Aisha, shpenzoi. Qysh me dalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam para Allahut me ty pas në posedim një plaçk të dunjas. Ndërsa ai është Rasulullah. Ama kjo nuk është gjendje që veç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka taku. Kjo është gjendje e robërve të ngritur. Kjo është gjendje e robërve që kanë me hyrë në gradat të larta të xhenetit Firdaus. Nuk ka arrin këtë çdo kush. Prandaj e gjem që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të njëjtën këshill kur pa të shkuar me vizitu Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ja pa një tas me hurma, të cilat Bilali kishte rrit veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me nderu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kish shefi kish tu buç ato hurma diku, ja kish dhënë dikush, edhe dëshira e tij e zjarrt që to kuna kam ia çu pejgamberit tam sallallahu alaihi wasallam. Po kish kap smundja dhe s'ka mujt. E kur shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vizitu Jashe, e marr Bilali për m'ia dhënë, e sheh i thotë Bilal, thotë çka është kjo, shkon ti bë kjo në shtëpinë tënde. I thaj kum rrit për ty ja Rasulullah. Po tha s'potutesh me dal para Allahut Azza wa Jall duke i depozitu këto në shtëpinë tënde. Kjo këshill, këtë gjendje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas veç për veten e tij. Nuk ka qenë kjo enkas veç për ta. Ai duhet me dalë për dynjas pa kur gjë. Kjo është e hapur, është sfidë për çdo musliman. Dynjaja është e pavlerë. E robi para Allahut, me shku te Allahu fuqiplot, me miliona në emrin e tij. Çka ka me thon? Çka ka me thon para Allahut fuqiplot që ka i ki fitu këto? Pse? Qysh ti ki shku te Allahu fuqiplot për lypish xhenetin, ndërsa ki vdek me milionat në shpinë tënde. Qysh për lyp xhenetin pastaj? E robi që e lyp xhenetin, ati mjafton një rizk i cili ja kalon muin, ja kalon vitin, e nuk e bën plan me vite, dekada, plane, qysh. Robi që ka për qëllim ahiretin, ai mundohet me nreq ahiretin e tij. Nuk mundohet me nesh dunjan. Nreqë një shtëpi në xhenet. Nreqë bleje një po quj kushtimisht një vetur në xhenet. S'po themi këtu s'duhet me pas vetura, se kur është nevoja duhet me pas vetura. Ama jo më dhonë mas pasurisë se dynjas, sikur se më paskon ajo që kime majtë për jetë. Xhenetin kime majtë për jetë. E që ato regulloje, që atje në xhenet më me pas një shtëpi të bukur, i cili është i ndërtuar me tulla are argjendi. Pa ka diçka më të mirë, po nashta ka, atëherë mos prano me are argjendi, lypi ato tulla që në më të mira se are dhe argjendi. Ama ato suni lyp pa punun këtë dunja, suni lyp ato pa shpenzu dunjan. E robi të mjafton pra prej dunjas, atësa ja kalon muin, ja kalon kushtimisht vitin, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetë e ka pas këtë traditë që në fillim ja ka siguru pasurinë familjes vet ushqimin për një vit parafërsisht, e pastaj pjesën tjetër e ka dhënë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i varfër. Apo jo i varfër se s'ka pas çka me bë. Po ka qenë i varfër me vetë iniciativën e tij edhe zgjedhjen e tij. Qysh? Pasurinë e ka dhënë. Me zgjedhjen e tij ka qenë i varfër.
Se realisht ka pas miliona. Të thot, sa herë që muslimanët e kanë çliruar në ndonjë tokë dhe në ndonjë vend, 1/5 i ka taku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dekret prej Allahut azza wa jall. Thot, di që muslimanët kanë çliruar tokat shumëta. Pasuria pe Bahreinit kur ka ardhur, ajo ka qenë miliarda pasuri. E 1/5 e tënve i ka taku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i varfër se s'ka pas çka me bo. Po ka qenë i varfër se ka zgjedh me qenë i varfër se në dunja nuk është i varfër ai që s'ka. I varfër është ai që s'ka punë dhe vepra, a mos është i varfër ai që s'ka dinare dirhem. Prandaj edhe kjo është ajo farçasja e fundit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke vdek i meti domethënë në kokën ngajle që ajo i tha Aisha ku është ai ari që e kena pas. Dhe ja solli Aisha i kçyrke e tha çysh del Muhamedi para Zotit të vet, ty pas këtë në shtëpi. Ai mori, që ato 5-6 dirhem dinar që i bati, i tha Aishës kap, shpenzoj diku, jepja dikuna. Dhe kjo ish dita e diell pra. Një ditë para vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi alaihi salam vdes në ditën e hanë. Ngjarje të cilat inshallah me lejen e Allahut fuqiplot kemi mi përmend në takimet e tona të ardhshme me lejen e Allahut, duke lutur Allahun fuqiplot që të na udhëzoj në rrugën e drejtë, duke lutur Allahun që të na mbush zemrën me dashuri ndaj Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, dashuri të vërtetë, e jo dashuri fals. Dhe lusim Allahun fuqiplot që të na forcojë në rrugën e tij, e lusim atë që në botën tjetër na ringjall me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që ne e duam Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dhe lusim atë që të na falë, të na mëshiroj dhe të na strehojë në xhenetin e tij. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu